E kom pa vetën që jem qu natën edhe u kom zemra të mdoj për venit, edhe menova që jem ka des. Thëm, inshallah muj me au këthyre, po e di që jem shumë bërgj, halo. Thën komplet se thu, pse? Adin nuk e kupton pse. Tash po mungon orta. Mirë mbrëma shikues të nderuar të emisionit Zgjohë, kënaqësi të takohem edhe sonte. E sot e kemi një mysafirë shumë speciale, ku do të shpalosim histori nga më të ndryshmet, prej emocioneve më të forta dhe ato të cilat ju jeni shumë kurreshtar. Sa një shumë e nderuar sepse gjatë gjithë emisionit do të na presin surpriza dhe emocione të pafundme. Shumë kënaqësi të kem në studio një nga këngëtarët më të dashurat të publikut shqiptar, Ana Kabashi. Shumë faleminderit që je sonte me ne. Knatësi edhe për mu, jam pak me emocione se s'po di çfarë befasi pas ke përgatit, po që me zi po pres, me pa. Befasia më e mirë zgjohet janë ato emocionet shumë reale që i përjetojmë mysafirët në studio. Shpesh e diskutojmë më shumë, njerëzit mendojnë që gjithmonë jeni vetëm të buzëqeshur edhe nuk i shohin disa anë të juaja shpesh herë. Kështu që sot besoj që do i shohin në mënyrë spontane gjithë. Po besoj që ti mundesh me mi nxjerr këto emocione, kështu që ta shohim. Anë po kthehemi mbrapa në kohë dhe po nisim komplet jetën tonë që nga fëmijëria jote. Si e kujton atë periudhë? Fëmijëria jame është një ndër kurat ndoshta më të mira të jetës time, më thonë. Ndoshta jo, po për një është një ndër kura më të mira, edhe kujtoj me shumë nostalgji. Ne kemi jetuar në një familje shumë të madhe në Pej. Do më thonë me gjyshër, me halla, me ogjë, gjithë kemi që me një shtëpi. Edhe imagjino tash aty sa fëmijë janë sill në shtëpi, po gjithmonë ka qenë kur kemi mësu këtë bashk. Kur kemi lujt këtë bashk. Edhe ja kemi marrë krahun njëri tjetrit shumë. Në shkollë gjithmonë kemi qenë ata fëmijë që kemi mësu shumë, që s'kemi jo me guxu, po ka qenë kështu si kusht që nuk guxon me ardhë në shtëpi një farë mënyre nëse si ki notat e mira. Mos hajde të shtëpia pa i pas notat e mira. Edhe gjithmonë e kemi pas si rregull me lexu libra gjatë verës, sidomos se kemi pas agjën tonë i cili halo është ma strikt. As na kalon me lëviz, domethënë prej shtëpisë nëse se kemi përfunduar një libër. Edhe na ka mbajt kjo edukata që duhesh me mësu, duhesh me buz e zoti vetës, duhesh me punu për me mri dikon. Edhe kemi pas qëtë kulturë gjithmonë të instalume, sidomos prej besës, besa motra jone madhja, e cila i ka qitë standarde shumë larta. Besa ka qenë një ndër nxënësat më të mira në shkollë, edhe ne është dashur me ndjek hapat e saj. Ka qenë një presion pak, po që e kemi pas një shembull shumë të mirë edhe kemi ndjek hapat e saj më mundu të paktën, po babi, mami edhe ata janë konë një pjesë shumë e rëndësishme e rrugtimit tonë. Babi gjithmonë na ka fol sa që jemi shku me flajt, se këtë kemi flajt një dhomë, për shembull, një familje e vogël një dhomë, një familje e vogël një dhomë, edhe para se me na marrë gjumi, babi na ka fol për jetën në përgjithësi, çka është e rëndësishme, çka me bu, çka mos me bu, edhe desa na ka marrë gjumi. Mami ka qenë ai personi që është qu herët me neve, na ka përcjell në shkollë, s'na kalon kur me dal keq, s'na kalon kur me dal pa buk. Edhe me aq sa kemi pas, nuk i kemi pas kushtet e mira, po që kemi pas shumë dashni, ekstrem dashni, nuk është vrejt ajo mungesa, nuk na kanë lënë kur me, ndoshta prindë tonë ju mësu gjithmonë të mbjetu, edhe na se kemi vrejt shumë atë mungesën e gjanave, sepse çdo gjë ka pas lezet. Adin kur kemi dalë me lujt, buk e sheqer. Tani kur ishin festat, gjithmonë në ato festa kemi pas gëzime se ke prit me hongër një ëmbëlsirë të mirë. Edhe më kujtohet kur ishim më shaft na fëmija adin me marrë diçka më shumë se s'na leshim hiç kur vim mysafirët. Edhe jën kohë momente që i kujtoj me shumë qejf edhe kur ulem e flasim tash na fëmijët në mes vete, adin atë kujtohet ç'është kena bu.
Edhe diqysh janë kona shumë të mira që... Kjo ka qenë e veçantë asaj kohe në një farë forme. Unë e them se jemi shumë e fatë se e kemi përjetu qatë periudhë. Imagjino Dhe kemi çka me kujtu. Na jena gjenerata fundit, dhe me thonë që nuk që e kena përjetu këtë ndjenjë edhe është gjuna këto gjeneratat e reja që nuk mundën me përjetu se këtë ka ndryshu kona, tash nuk e dia o gjuna janë pjesën e botë vetëm të teknologjisë, ne kemi përjetu atë kohën kur ka pas rëndësi vetëm aspekte shpirtërore, me qenë bashkë se kemi jetu... Se di bra atëherë u kun, dhe më thonë, ka ra një borë shumë e madhe ti jelëshu prej naltit me kese, adhe nuk është u kun fun në gjdo aspekt, dhe më thonë, ti s'ki pas kur gjo, po me kur gjo ki bu diqka, edhe u kun, që ajo kur gjoja t'ka shti me kesh, se ti ndoshta tu mundu me nxjerr diqka pe kushteve ndoshta që s'jën minimale, edhe ti ki kriju diqka dhe ndoshta edhe për fëmijët kanë shti ty me urrit me një mentalitet që ti dush me kriju diçka prej asgjeje. Edhe kjo më besoj që na ka bu ma të fort, në fakt. Tash s'po thëmë, se normali ka pas edhe sfidat e veta, do me thonë, veç rryma kur unal, u kon edhe ajo qefi ma i madhi, se t'ka bashku një farë mënyre, edhe gjithmonë na kon të lut letra, të lut një lojë tjetër, edhe... Se tu dojnë para televizori atë me bo show. Edhe me bo show, po unë im kon ajo qika që i kom pas flok të gjata dhe i këto, edhe që më kanë lymë, kanë dreq, hajt del anë këce, hajt këna. Si në shkollë edhe në shpe, mami mi marike do me flok të mija, kur diske diçka të bukur, gjithë mësusi ma bëjka ma jap qatë rëndafil, se e ki në kry. Jem kona ajo the showgirl, si e vogël, edhe jem rrit në qatë farë ambienti, kom pas gjithmonë qef me kërcy, me këndu, kemi qenë me artën në balet, më kujtohet që unë jem konë djali arta, u konë qika, edhe e mersha, tu e sil, edhe u konë tash kërë menoj dhe shë artës s'ko majtë para dush të njëtën, edhe jem konë të angazhume kemi qenë gjithmonë, kemi shku në kurse ekstra për me mësu gjuhën angleze për shembull, si fëmijë kemi shku në shkolla, në kurse, i thëshin atëherë dhe tash besoj është njësaj. Edhe jënë konë, nuk e di, edhe pse s'kemi pas ashtu ku me di çfarë kushte, prap se prap jemi mundu tonat me imbri, edhe nuk na kalon ana shprind tonë, gjithmonë kanë insistu na me qenë verzioni më i mirë i vetës. Babi jam gjithmonë ka thonë, më kujtohet, një shprehje bukfalisht kështu që ka jam edhe për sanet esenciale tua, që s'pe përmeni tash fjallën qka, duhesh mi pas 5 euro tuat. Edhe nëse martohesh, që mos mja pas kërkujna nevojen mi tona për mjep, se kam nevoj me ble diçka esenciale për një grua, për shembull. Edhe jena rrit me qëtë farë energjie, me qëtë mentalitet, që t'jesh i zoti vetës, me punu, me u shkollu, me qenë njëri i mirë, të na për shembull kur s'u kon fjala tradhti, kur s'u kon fjala shkele dikon, ti për me mrit çto dush me bu çështo. Atë thjesht ka qenë dush me mësu, me u shkollu, me punu, ndoshta me ndjek ëndrrën tonde që edhe kjo kohën e nënsishme, për shembull na si fëmijë kena knu ton kohën me artën, edhe ndoshta dikush tjetër thot ai boll se ma qove kryt. Babi ka thonë kno që ka jam të knoft shpirti. Edhe në lagje për shembull e kanë ditë krejt që qikat e isnis. Jem konë të knu, sa kam pas qef me nani. Bile më kujtohet kanga e parë, që ka qenë kanga e Gilit, kjo Zilonja. O zot, edhe koreografinë e kena pas. Do me thonë me artën sarë që kemi dojnë në lagje, hajtë kënë kongën Zilonja, dhe na, me njëherë, ka qenë një show i vogël, po seriozisht jënë konë korat më të mira tjetës tem, edhe mandej periuda kur kemi qenë të dojt, ka qenë një, menoj që është periuda më e mirë, se këtë verat nga ka shku atje, edhe dojt e mi kanë qenë shumë sevdali. Kanë këndu në për, sidomos gjyshi jam ka qenë rapsod, edhe ai ka këndu me qiftelia. E mendoj që talentin e kemi prej aty, edhe pse edhe babi dhe mami kanë zonin shumë të mirë, po që babi jam për shembull këndon ilahi, edhe kënon tepër bukur. Gjyshi jam ka kënu këngë të vjetra, patriotike me qifteli, edhe... Kogja mix. Kogja një farë miksi, po, edhe jëm rrit në qëtë farë ambienti që u konë shumë i shëndetshëm. Sidomos me gjyshin, ai ka qenë kështu shumë strikt,
po i ka pas momentet shumë të mira me neve. Edhe kur ulshim në për sofra, se na mbledhshin edhe neve fëmijëve, jo vetëm këta të mëdhejt, edhe doja jam abike që unë po t'i kallëzoj fjalë, ti këna, unë po të tregoj fjalë. Jo që ai s'dike me kënu, po do i keme mështi me kënu që ato kanë. Ka qenë momente shumë të mira që unë me nëzi kom prit me shku të dojt. Me nëzi kom dasht me kom pjesë e asaj atmosfere, se gjithmonë kemi qenë shumë sevdali, shumë të ketë të këcy, ketë të kënu, ketë... Se di, shumë, e kujtoj me tepër, po, me shumë malë. Edhe pas stres, kështu për tarmen, se nuk është që kemi ditë me menu se çka ka me ndodhë, se di shka kjo është më ndoshta që njeri është i lumtur, vetëm kur e jeton momentin, kur e shjon momentin, edhe kur nuk mendon shumë për tarmen. Shumë e vërtet, këta Amerikanë thojnë live in the now, edhe jeton në moment, sepse nuk kemi kontroll, të kalumen s'mundë me ndryshu, të ardhmen nuk mundesh me ditë, kështu që këtë çka ki fuqi është çaj momenti që jetu e përjetu, edhe të pak të shijoje se për një me, sidomos sot, gjithçka po ndodh, edhe nuk pe dim a jemi nesër, heq, kurse kena ditë, po dyqysh sot është fin çdo moment se çka ka me ndodh. Sot është shumë rrezik çdo sen, edhe ta jetojmë që ato që e kemi në fuqi, është momentin, edhe ta jetojmë sa ma mirë. Pas kësaj, familje ka është bukur, pastaj Ana përritej, një vajzë bukur, me dëshirë dhe pasion tepër të madh për punën, për karrierën. Me t'rëgu drejten, une deri vonë nuk jom zhvillu si femën. Jëm konë pak tomboy. Si e thujnë qatë shpreje që kom lujt shumë lagje me shokët e lagjes, kom lujt futbol, kom lujt basket, kom këtë sportet e mundshme, unë jëm konë prezente aty. Edhe mandej kom fillu, dësha me ditë kulturën e punës. Edhe kom fillu si vullnetare në një organizatë jo qeveritare, një NGO që ka qenë për mbrojtjen e ambientit. Edhe i thash babit, thash unë kam qef, thash me provu, me ditë çka është me punu, me pas përgjithësi, nuk ka para aty, po kam qef me shku vullnetare. Edhe u kohë ndoshta vendimi më i miri që kom bona herë, sepse ata njerëz kanë ndiku shumë pozitivisht në formësimin tim si një njeri, sidomos në moshën kur je 15, 16, 17 ty të vyn çaj far ndikimi ose çajo influencë. Ata kanë qenë krejt international, kanë qenë prej Amerikës, ka pas edhe prej Evropës në fakt. Edhe prej tyne unë kom mësu shumë, prej tyne kom mësu çka është me qenë i lumtur në lëkurën tënde. Sepse ata të flasin për shembull kush je ti si person, nuk të vesin çka ke vesh, nuk të vesin çush po dukesh, nuk ju intereson as pak a ki bo hunën as e ki bo hunën, pse s'pe bën hunën ose pse po dukesh çështu, pse po dukesh ashtu. Për ta, ata veç që kam pas të rëndësishme me ditë kush je ti si personalitet, edhe çka mundë me t'ni mu. E për mu konë që kjo është shumë influencë e mirë, sepse Amerikanët kanë një farë ideje që ta instalojnë për me luftu shumë për ëndrrën tonë. Edhe të shti me menu që ti mundesh me bo gjithçka. Tasha është mirë, a keq nuk e di, por që për mu ka qenë shumë e mirë, sepse mu ka instalu që unë duna me punu shumë për ëndrrën time. Dhe kur i tregon atyne që ti din me këndu, ose kur t'ka nina herë të kënu, adin ta japin një farë motivimi që është madhë, sa që ti doket që kime sundu këtë botën. Edhe mendoj që kjo pjesë më ka nimu shumë për me vazhdu ëndrrën tem, që ka qenë muzika. Edhe prej aty kom fillu pastaj me jap mësim, këtyne njerëzve internacional që kanë qenë, jo diçka shumë me detaje, po thjesht kishin nevojë komunikim shqip, edhe më sugjeron ajo Ellen, ajo drejtoresha e NGO, tha pse s'pi mëson aty gjuhën shqipe këtyne. Edhe më kujtohet atëherë ka qenë ora 3 euro ose 5 euro, qështu ta shumë unesha, unë ka një herë me bo 5, ka një herë 3. Po ajo ka qenë puna ja me parë, le të themi, kur e kom mësu dikon me full shqip. Edhe qa kom mësu në shkollë, në fakt, ja kom mësu atënve. E u konë një punë që jëm knaq të e bu, edhe s'kom besu që unë jëm të e pas qatë punë. Si ka qenë ndjenja me marë pagën e parë, se
5 euro, në atëherë kanë qenë pak më shumë se sa sot. 5 euro atëherë në kohën. Për dikon, sidomos nëse shohin gjenerata të reja këtë intervistë është pak e pa imagjinueshme se si mundet me ndodhë kjo. 5 euro sot janë si 50 cent në të kalumen. Edhe atëherë ka qenë 1 euro e gjysmë me pas në shkollë me ta jap, ti e ki bler një tost, e ki bler një lang, edhe kanë të pru. Kanë të pru për një me, për një sakez. Lokë kone. Lokë kone, ja. Edhe u konë për një me, u konë diçka punë e madhe. Edhe unë kur i ku marrë 3 euro orën, 5 euro, unë e komendu që s'kam i lypë mamit e babi pare për shkollë, edhe komendu që është më shku të dajt. Që është më shku të dajt më këthy, me pas pare me hongër, me pi, edhe me u këthy, me artën bashkë. Adin u konë, s'po di, u konë pasunia ma e madhja, adin që e kena pas si fmi, do me thonë, më konë 16 vjetë, edhe që ajo ka qenë pagesa e me parë, që për mu konë shumë e madhe. Edhe babi, bile dhe mami gjithë më kanë thonë atin, ani, okej, shumë mirë, ki parat e tua, ta është në shkollë, s'ki nevoj me na lyp neve, adin, sa të njerë e gjys, adin nuk konë shumë punë e madhe. Prej aty, ma ndë i kon fillu në Dugagjen, pa ta punu si, në fakt, si prezentuse, një emisionit e kom pas, tani kom pas për filma, diçka dhe për muzik. Nuk dia ekzistojnë ato video mo, po kom punu shumë mirë aty, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë në fakt, që kretë menojshin që unë jam prej Amerikës, nuk e di pse. E përqen pak qatë energji ndoshta? Kam pas shumë influencë, se unë jom rritë në Ama e Dadani. keni gjenetikesh, kështu familjarisht. Po dhe besa ndoshta që ka studiu në Amerikë, edhe ajo ka influencu shumë, se kujtohet kur e bëjshim kohën për me folë me to me internet, ka njerë shkëshim, ka pas ose internet shops, edhe ose në shpe, e bëjshim me kohë, kur besa mu i ke me folë me neve, edhe na thëshin fol një anglisht se e praktikoni, se ti u dashke dika me praktiku. Mandej edhe të kjo Ellen, të kjo NGO, unë kam nejt nga 3 vjetë, ndoshta që kam punu aty me ta. Mandej kom kalu në televizionin Dugagjini, edhe ju pëlqejke mindseti, sepse deshte ty dveçan qaj mindset se të kanë diku një familje tjetër. Unë kam qenë ajo qika që kom jap këshilla shoqeve të mija, adin mos del me qëta, mos bën me qëta. Se jëm konë, tash ma herët, nuk jëm konë e zhvillume si femën, edhe jëm konë një qike vogël, jëm konë në shkurt e emt, adin që kam mësu shumë, që ka dit me folë anglisht, që për atëherë u konë punë e madhe. Kanë qenë thallë persona që kanë folë gjuhën anglisht. Po, jo që në isem big deal, po që ashtu ka qenë koha atëherë. Edhe, adin kanë arë shoqët e mija gjithmonë kam pyet, e qa pëthu me bo qëto, e qa pëthu me bo qëto. Tani, për shembull nuk unë absurde për to, që shki ondra ti. Adin, kur kom thonë kam qef me bo këngëtare, kam qef me bo qëto, kam me bo qëto. Pra, ata ka qenë guxim me ndru? Shumë guxim ka qenë me ndru. Ka qenë e pabesueshme. Ti me dash me pas diçka ondër, ka qenë like, e lesës, ku po dënë ti, s'ki kur gjohë, adin ku po dënë mu njës ti me shku. U bone ti, po dhe jo, se gjithmonë njerëz e kanë tendencë me menu negativisht. Edhe unë nështë kom pas një bubble që kom jetu që aty me që ato andrat e mija edhe kom vazhdu me qatë sa kom ditë. Pjesa Dugagjinit ka qenë shumë e mirë, ta e një eksperiencë shumë e mirë për mu, që edhe aty fillova pastaj me punu shumë mirë. Edhe prej asaj kohë mandej kam shku në fakultet, në shkollën e artit, fakultetin e artit për skulpturë. Edhe këtu e kam një story shumë interesant që ndoshta duna me tregu. Kjo ka qenë ideja, nëse unë e du me marrë me muzikë, unë e duna me marrë në Prishtinë. Edhe qysh marrë në Prishtinë, kur na s'kishim kur gjuhë. Adin, e thash babi, thash, po shkoj, thash, se unë e pikturaj për ndryshe, e jam shumë e mirë në artë. Edhe babi tha nëse regjistrohesh ta në fakultetin e artit, tha okej, mundesh me vazhdu në Prishtinë, po nëse jo, atëherë dush me marrë në pej edhe me vazhdu me ekonomik, ose doktor, ose diçka, dhe se qysh kanë qef familjet shqiptare, zakonisht, për diçka të sigurt, që nuk kanë faj, po edhe thash babit okej. Kur shkova herën e parë, unë kisha zero njohuri se çka duna me pas, për me u pranu ose për me hi në provim pranus. Kur shkova aty totalisht e pa përgatitme, as nuk isha fleta, as veç isha me të shtu të këqyr, tash më isha me këqyr çka kanë këta që me ardha fati i dytë, se unë e dita që të parin nuk pranona, se s'kisha kur gjuhë.
Edhe i vetmi sen që kum dit me bo, edhe që kum pas mundësi, ka qenë me punu me mail. Edhe bona një farë anije diçka, s'kisha punu kur një ta me mail, vish me zallin deti këtë nëherë, kur kena jetu një pjesë kohës në Maltzi, në Ulqin. Edhe atë kohë, që ajo kohë m'dull, plus për tash. Edhe më tha i profesori, tha pas ke shumë talent, tha te edhen. Vetë me vete, okej, thash mirë, faleminderit që po më thu, po kjo ke veç kot, edhen. Edhe arsyeja pse jam hinë skulptur ka qenë se më thanë nëse don dizajn grafik, se unë kisha qef dizajn grafik, mos u fot aty se jem pranu already krejt, edhe duhesh me hit një drejtim tjetër që ka ma pak kandidat, tani me kalu në dizajn grafik. Thash okej, hajt, po vazhdoj që ashtë. A fatin e parë që pranova, babit nuk i tregova, se desha që më thot më kthen me njëherë. Edhe plani jam ka qenë me shku në Prishtinë, m'ja nisu me vetë me punu. Edhe a fatin e dytë, unë u pregadita shumë mirë, e desha sak që ako me bo, edhe u pranova. I tregova babit, thash u pranova, qa gëzimi, kejt shumë i madhë. Edhe prej ati momenti, unë kom vazhdu fakultetin, babi më ka një mu normal në fillim shumë, që sot dhe asaj dite e falenderoj shumë edhe u mundu në ato atë vetën, po prej aty unë kom ditë që unë duna me punu vetë, sepse me arë në Prishtinë, sidomos si një vajzë që Prishtina për mu konë punë e madhe. Edhe nuk është që unë kom marrë shumë shpesh në Prishtinë. Kom marrë nëjherë, po ju... Ka qenë për gjithë, jo çdo kush dhe ka mujtë, ka pas mundësi marrë. E kanë qenë sfida të mëdha për mu, po që njerëzit fillu me kuptu që unë këndoj, edhe aty filloj edhe një zbulim i një bendi, që gjithmonë kom pas në qef, edhe me atë band më kujtohet kur kemi fillu mas pari me performu live, sa atër ka qenë shumë cool me performu live. Ke pas rock and roll songs, kom kënu Etta James, kom kënu Michael Jackson, kom kënu Tina Turner, këtë vibe tjetër. Edhe ka qenë ana me flok të kuqe, kom pas një farë punk style, edhe ka qenë pagesa tjetër ma e madhe, ka qenë 50 euro. 50 euro ne kemi këndu në lokalet të Prishtinës ku i majt muzik live. Për person ka qenë? Për person. Okej. Për person, ka qenë 50 euro, se me 50 euro me krejt, po ka pas raste që jena shku dhe pa pare, besa, adem se ka pas momente që nështë ati u dosh me qenë prezent aty, dhe të ka konvenu për me performu një vend tjetër. Ja kemi njësë shumë vështirë. Madje është dash me vështë me marrë hapësira, me tregu pak vetën që ti ki talent për këtë punë. Se në fillim, po, që ajo ka qenë e vetëmja rrugë që unë e kom ditë. E vetëmja rrugë që unë e kom ditë për me marrë vëmendje ka qenë me këndu. Ka qenë me pas një band, edhe me këndu qka ana din, me qka e mrit. Unë i mrit me Whitney Houston, Mariah Carey, edhe nëse ki mujt mi mri notat ti din me kënu. Nuk e kum pas një uzus me thonë që shka këne se nuk, nëse shkon këtë rrugë të bjerë ma mirë, nëse shkon këtë rrugë të bjerë ma keq. Tash ka pas sfidat e veta, normal, se me qenë vajzë e vogël me një andër shumë të madhe, seriozisht është problem, sidomos në Kosovë, sepse shumë njerëz e marrin si pikë dopt, edhe shumë njerëz lujnë me qatë andër tone, që unë e thëmë, emocionet. të kapi, të paramendën. Unë e thëmë është shumë gjuna, ata njerëz që lujnë me andrën e dikujt, bojnë gjunajnë më të madhin. Edhe shpresoj që ata njerëz e ninë nështë najherë të keqen që ja kanë bo dikujt, sepse ka shumë njerëz të këqi, sidomos në botën e showbizit. Të pa më shirëshëm. Po ndalë me këto, Ana, edhe po e të regojmë pak ma detaj, sepse ndoshta dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Ndoshta dhe qikat e reja, vajzat e reja nuk e din nga njëherë se çka i pret gjatë rrugës. Pa marrë parasysh pse ata shohin në një studio glamuroze, ata mendojnë për në mes është gjithçka siç duket, po realisht rrallë ndodh që është e vërteta kjo. Pse po e thua kështu se është shumë gjëna me lujt mandrat e dikujt, pajton plotësisht. Po cila ka qenë dhimbja më e madhe që e ke përjetuar në ato momente që ty të ka lëndu dhe të ka bo me mendu qështu? Unë nuk mëj me përgjithsu, ndoshta se secili ka historinë e vet, dhe çka ka kalu, po unë ta garantoj që shumica e artistëve tona kanë kalu në për rrugë të njëjta.
sepse është mentaliteti i njëjtë, edhe janë njerëzit e njëjtë të cilët sillen në këtë farë showbizi. Unë po e them sepse unë kam qenë një vajzë që pra po them me një ëndër shumë të madhe, po pa pikën e përvojës. Edhe këtë çka kom ditë unë ka qenë me këndu. Ajo ka qenë arma jam e fortë. Që unë kur i mul dikon kom thonë çfarë se unë di me kënu. Edhe kur ti e ul me dikon në tavolinë, le të themi me një studio, me një ekip që ndoshta ka dashur të menaxhu, këta njerëz ta shesin atë idenë që ti duhesh me qenë seksi, ti duhesh mos me fol me kërkan, ti duhesh kërkon mos me dal, ti e shesin një farë ideje tepër të gabume. Që unë e kuptoj, ti duhesh me reduktu do vene, duhesh normal me kujdes për imazhin tënd, krejt është në rregull. Por jo me patjetër duhesh me qenë seksi. Kjo për shembull mu ka një këto njëtën tam, muj me thonë, që unë kom fillu me undi fajtore nëse unë po duk në mirë. Sepse nëse unë jam duk mirë, unë automatikisht e ku marrë një vëmendje këtë tjetër, edhe ti u dasht një farë mënyre me u struk në vetën tonë, edhe mos me kallëzu që ti kush ti je në të vërtet. Sepse jo përse s'ban kështu, jo përse adin kush jemën e te me kallëzu gjithë këtë farë funksionimit të muzikës, ose të mënyrës të funksionimit. Edhe kjo ide është shit ndoshta të secila femën ose artiste shqiptare, muj me thonë. Edhe mendoj që është e gabume, unë e kom kuptu vetë që është e gabume, ndoshta kom jap shumë shansa njerëzve që kom mendu që janë producenta të mrekullueshëm, që më ka ndodhur vetë që ta ka nal muzikën, ka thonë nëse ti don me dal prej një faze në fazën tjetër, ti dush me nal këtë njëherë muzikën. Edhe ti beson, pse beson? Sepse je një çik që e mendon që edhe çaj personi tjetër e ka çaj qëllimin për me punu, për me bëu diçka të mirë, sepse unë e di çfarë kapaciteti ka ana. Po nuk e kanë qëllimin e njëjtë njerëzit. Njerëzit ma përpara këqyrin me të shfrytzu se sa ndoshta me punu afatgjat me ty, edhe ndoshta munden me bo mrekullina me ty, me produktin që ti je, po thjesht nuk kanë vizion, sepse qëllimi tyne është qëto për qëto edhe është këtë tjetër. Edhe ti e merr seriozisht një muhabet të një personi i cili ta shet në të madh me këtë produktin, këtë imazhin, këtë strukturën e karrierës tonë. Ti e ngjani me sakrifiku, kam sakrifiku një kohë, edhe thu mande e vrejen që, wow, s'është qashto, adin e shet që qaj person ka rajtë të kohën, adin edhe për qëta po thëmë, është gjyna kush lun me andrën e dikujt sepse ti e then, ja then kratë. Nuk e din ti në për çka është tu kalu qaj person, që ti me marrë qatë përgjësi, mi thonë nale ti muzikën, se mande kena me punu bashk, është shumë përgjësi e madhe që e me thonë. Pra te ke ndalë, Ana, muzikën një periudhë caktume? E kom nalë një periudhë caktume, po mandi kom vazhdu apet me ato temen që unë kom ditë. Sa të kalin duke pisa kur e ke kuptu realisht që realiteti është komplet ndryshe? Të thënë komplet se thu, pse? Adin nuk e kupton pse. Se në ato momente ti thu, qa buna gabim? Adin pse ka qësi njerëz? Shkon të bu shumë pyetje vetës, edhe thu, ku jëm të gabu, po dyqysh s'ko mujt mu bu njëri i keq, kur s'ko mujt mu kona si personi, okej, dalë të fuli me qëto, t'ja bëj qështo, kur nuk jom prish si person, mande unë jom veç jem largu, kur nuk kom thonë, okej, t'ja kthej, t'ja bëj, veç larguna, nuk kom qef drama, nuk kom qef skandale, nuk kom qef përballje që m'japin energji shumë të keqe, sepse e di që nëse ai person në gjendje me bo qato, është në gjendje me bo shumë gjana të tjera dhe ai njeri nuk ka ftyrë, për to nuk është kur gjo kjo që ka bo. Adin ai nuk e din në fakt, ai ose ajo, nuk din në fakt të keqen që kanë mujt m'ja shkaktu dikujt, në momentet që ti bën qatë gjo për mu, pse unë mu përballë me ty? Adin, qka duna me thonë në ty kur ti nuk ma kupton mu botën tame? Ose nuk je në gjendje se qatë shumë je prish si person, sa që ti e ki harru vetën tonë e mu kush je. Edhe, thjesht kom vazhdu, kom thonë, okej, qka nuk të vret, veç të bën ma të fort, edhe ti vazhdojnë se s'ki qa me bo tjetër, nuk ki një zgjidhje tjetër. Unë thash, armën tame ma të fort e kom pas këndimin, edhe që ato kom dit me bo, edhe kom vazhdu, edhe jam konë shumë okej. Realisht po ndalemi edhe të kjo pjesë, sepse është shumë rëndësishme, sepse është shumë bekem edhe
fat kur ke këndimin, talentin, por është edhe një lloj fati kur e ke edhe bukurinë. Ne shohim manës e një vajzë edhe e bukur, edhe e mëshme, edhe ka një talent të mirë, por këtë pjesën e bukurisë të kanë vlerësuar ndoshta ndonjëherë njerëzit për bukuri sesa për talent? Ka qenë një kohë për shembull që unë kom vazhdu njëkohësisht kom shku shumë në fitness. Edhe e pashë njerëzit janë të fokusu shumë aty. Ma shumë se sa të këndimi jam. Edhe veç e kom ndërprej. E kom ndërprej postimin e videove, e kom ndërprej postimin e se di që unë po kujdesna për veten. E kom pa që është tu keq kuptu. E kom pa që nuk është tu marrë si mesazh që unë po kujdesna për veten, po është tu marrë si diçka që unë pe kallëzoj trupin. Edhe tash unë që trup e kam, funja funit, apo den çta po them që fillon ti me u ndi fajtore për personin që je, nuk e di a është plus a minus kjo nëse je mirë edhe nëse din me këndu ki talentet të tjera, sepse nuk e di pse të na bukuria u bu gjithçka, nuk e di pse që ajo po merr shumë vëmendje, që edhe te unë e ka ndiku për shembull. Te unë e ka ndiku kur kom fillu me dalë në ekran mas pari, më kanë thonë ketë mirëve që të hundush me bu, adin? Ketë je perfekt, veç edhe që ta me bu pak, edhe që ta me bu. Edhe unë ti kur je re ti e len me ndiku, edhe sot qikat të reja në të ndiku te mase. Edhe me u dok perfekt është pika kryesore e jetës sot, që është shumë gabim, se kërkush s'po dallon për kërkujna. Edhe une e kom përjetu këtë të njëjtën gjë, edhe kom lu njerëz me ndiku, që thëmë sot asoj ditë thëmë, pse, adim pse, po unë aq kom ditë. Edhe jom ndiku. Mandej kur e kom bo hunën, krejt, okej, që e bunë tash krejt njëtë sikur tjerat, adin? Edhe pash që nuk është qka njerëz është hypë se të vrava, është drypë se të vrava. Ti thjesht dush me vazhdu që ty të bënd lumëtër, që ti ndihesh mirë kur del para pasqyrës, edhe qaj vetbesimi që ti i ki, që ajo bukuria shpirtit tën, du të me reflektu të tjertë, edhe me pa që nuk ka shbërë gjithçka mu duk perfekt. Edhe na kena qef mu duk mirë, kitë është okej mu duk mirë, po s'kena nevoj mu duk perfekt. Perfekcion nuk dija ko ma i kon me të kallëzu drejti, unë është më kon ma i bukri në botë, po ti e pret nështë qatë personin tjetër, edhe krejt bukuria është të shpirti kur përshtatësh me qatë shpirtin tjetër. Kimia, energjia që e ki me qatë njeri, sistemi nervor i yti nësë është i qetë me qatë person, është gjithçka. Ka shumë sane ma të rëndësishme se sa mu duk veç bukur. Ketë ajo veç plus. Nëse ti kujdesësh për vetën, është ketë okej. Edhe kjo pjesë ka ndiku të une, po që e kom pa që duna mu nalë pak, edhe duna mu fokusu ma shumë në muzikë, edhe mi ka dzu njerëzve që hej, që se unë edhe kënaj, nuk është që po dukna, nuk është që po ushtroj veç fitness. E mandej ka qenë Voice of Albania që ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të mira edhe ndoshta që aty ka fillu krejt karriera jam. Që kom kallëzu kush është Ana, në farë mënyre ose çfarë vokali ka. Po janë do gjana që nuk mjafton në industrinë e muzikës me pas vetëm vokalin. Duhesh me pas një menaxhment të mirë, duhesh me pas një rreth të mirë që ndoshta ta don të mirën, me pas një farë, s'po di, një ekip që e ka qëllimin e njëjtë. E ajo për me gjetë nuk është e lehtë, sepse të qenurit grua në Kosovë ja duhesh me sakrifiku qatë shumë edhe me kohën ju e lumtur prapa s'ken, edhe me kohën qëto në sytë të tjerëve, edhe me act kështë je perfect. E une që ato së këndosht, edhe s'pe du, halo, nuk e du, po du kur të më rri që atë piken edhe muzikën që une du me bu, po du mu kohën pika ma e lumtur e jetës tam. Sepse fundja fundit ne luftojmë për me qenë të lumtur. Realisht e kam një pamje të Anës, një vajze që
po vunë për me tregut edhe me u veçu me talentën e saj, edhe bekimin që ka me këndim, edhe nuk po do me u gjyku vetëm pjesa jote e bukurisë. Po më kujtohet një thënie italiane, ishte shumë e bukur që ajo ishte shumë e mirë, por mallkimi i saj ishte bukuria. Edhe aq më pak që në Kosovë. Se dive se unë nuk merr shumë vëmendje kjo pjesa që njerëzit ndoshta sidomos tu parajgjykime gjykojnë shumë në aspektin estetik të vajzave. Unë nuk mendoj që jam e bukur, ma e bukur në botë, as nuk mendoj që jam o zot. Atë nuk e shoh veten unë në çat farë aspekti, mu më duket vetë si njëri normal. Unë çka kom qef edhe çka kërkoj për njerëzve është me më pranu për personin që jam. Nuk po du as ma pak as ma shumë. Unë jam një qik që kujdese për veten, ka qef mu duk mirë, këndon, punon, i shprej mendimet e mia në mënyrën më të lirshme të mundshme, edhe e kam një zemër shumë të madhe, edhe jam shumë okej me veten që unë jam. Më ka marrë pak kohë mi kuptu këto sene, po njëri rritet, edhe në gjatë rrugtimit tënd të krijimit si njëri, ti rritesh, bën gabime, rrezohesh, qohesh, edhe është okej. Kështu që unë e di që njerëzit e dinë kush është Ana Kabashi, edhe jam shumë okej me qatë pikë, thjesht tash vonë nuk kom kriju diçka në muzikë, përpos që kangën me artën që e kemi rikthy, se e kemi pas një problem me këta menaxherat të tonë që i kemi këtu shumë të fuqishëm si Jay-Z e këta. Po është okej, edhe ajo është okej. Po thjesht po du me bo muzikë ma shumë online, s'po kom qef me performu në për neja. Nuk po mbujnë të lumëtër performancat në për evente. Nuk e kom provu, e kom pa me këndu në Zvicër, e kom pa qa me këndu në Angli, e kom pa qa është me këndu në përkejt këto vendet e mëdhaja që e në konë. Po nuk po mbën të lumë të qaj pjesë. Edhe jo më nalë njëherë thash, po du me bo muzikën që unë po du. Po du me bo muzikën që po më ka në shpirti. Edhe nëse ka me marrë ko, është okej. Edhe nuk ka nevoj me vrapu mbas një gjaje edhe me harru veten. Edhe unë e unala për me pa veten njëherë, a jam okej. A jam mirë me mindset, a jam mirë me shëndetin mendor, a jam mirë me shëndet fizik. Nuk po du kur të më rri qatë nalt ose qatë pikën që unë po du, le të themi, që s'ka të bëj veç me muzikë, ka të bëj edhe me gjana tjera, se jemi të punu edhe në gjana tjera. Po qatë pikën e lartë që ndoshta ti ja qet si synim vetvetes, për mu ka shumë rëndësi që kur të kthena mrapa me thonë, yes, sa mirë, çfarë rrugtimi të mirë e kom pas. Edhe çfarë momente të bukura kom pas, edhe jo mundi me pishman. Pse e kom bo këta për me mrit çto dhe në fund s'njesh i lumtur. Kështu që çajo pika që unë ja kom qit vetes që kur çka do qoftë ajo, edhe krijimi një familje, edhe me jetu me një vend tjetër, edhe apo nuk ka të bëj veç me karrierë kjo punë. Thjesht çaja pika që ti ja ke vendos vetes, po kom qef që kur të më rriq aty më qenë e lumtur, e përmbushur me veten, se sukseset nuk kanë të ndalur. Edhe tani ti mundesh me vazhdu me njek, edhe në fund je shumë e thatë si person. Edhe çfarë po të vynë kur ti e harron veten. Pra nuk është sukses nëse ti nuk je krenare për arritjet e tua. Unë s'menoj, të paktën unë nuk funksionoj qashtu, ndoshta edhe e kom zgjedh këtë rrugën e vështirë, se nuk e di çush është brenda natës me ndodhë sanet, po menoj që unë, të paktën unë, funksionoj qashtu. Për mu nuk është krenari nëse mbrin që atje dhe nuk je i lumtur. E ke pas anë këtë momentin kur ke thonë, po ndalem, se i kemi këto, për shembull nëse ndonjëherë zhgënjem prej profesionit tim, ose shoh që vlerësohet dikush, pa merita, thom lepe, lo këtë punë, po ndalem ose diçka. Janë këto momente që i kalojmë gjatë. Unë për veti nuk kam xhelozi. Nuk kam funksionu kur qashtu. Nëse kom pa dikon të pa sukses, kom thonë bravo. Aden ja kom bu njeri që ka sukses vllave që as ga dorën e thu bravo, mënyrën që e bën është e ti, edhe e saj. Nuk ka që atë intereson ty qysh e kam rrit suksesin. Nëse dikush ja lejon vetvetes çdo gjë, edhe ose veç edhe ka fat, le të themi,
për mu është këtë okej, edhe veç ja uroj kur nuk kom funksionu me xhelozi. E kom shumë evidente qëto, nuk... Xhelozia mendoj që është diçka shumë e keqe me pas, edhe ty t'len mrapa, si njeri. Nuk është që kom thona herë, pse u vlerësu ky person talone, jo, këtë që kom pas unë kanë qenë me veten, edhe mënyrën që unë funksionoj si njeri. Kom pas pika që nështë ajo m'nal në jetën tem, po është okej. Është okej, përderisa unë jem një mirë, edhe përderisa unë jem kon okej me shpirtin tem, është këtë në rregull bre, këtë në rregull është me unal, këtë në rregull është me vazhdu prap, këtë në rregull është mos me pas qef mu me vazhdu që ato që ti ki menu që është andra jote, këtë është, menoj që këto sana janë të natyrshme me ndodh një njeriu, sepse njeriu ndron pi 1 vjet deri në 10, deri në 15, deri në 20, 25, 30 e më tutje. Kështu që s'kom pas në moment që thëm belo krejtse. Ama normal, kom pas momente që duna munal me këqyr veten. Edhe mandej me vazhdu, me gjithë një pikë që ti ki fuqi. A një pjesë shumë e rëndësishme e misionit zgjoho është pjesa e shëndetit mendor. Ashtë më pak që ne diskutojmë që sot është një nga sfidat më të mëdha më duket të njerëzimit që kalojnë në shumë sfida, dikush nuk e ka forcën me të i kalu ato, ballafaqohen me stres, depresion, me ankth, edhe është pothuajse po më duket, me aq sa po ndëgjoj çdo i dyti person po ballafaqohet me të njëjtat simptoma, le të them. Po, është ballafaquar ndonjëherë ana me këto problematika? Vetmi moment që kom pas ankth, më thonë, në jetën tam ka qenë pandemi. Ndoshta qaj stresi që s'dishim qa ka me ndodh, e kom pa veten që jem qu natën edhe o kun zemra të mdall pi venit, edhe menova që jem ka des. Edhe në momentin që e kom qel derën e shtëpisë, jem dal jashtë, unë jem shliru. Edhe mu dok që kitë buta është e jamja. Dhe e kuptova që është ankth, e kuptova që është stres, i kryum prej mendimeve të shumëta. Ma kam bu këtë pyetje, a ki ankth? Nuk kam ankth. Nuk kom pas na herë kështu me vujt prej depresionit, ose me vujt prej ankthit. Kom pas momente të vështira, normal, kom pas momente që veç kom kajt, edhe s'kom di pse po kaj. Ta shajnë kon hormonët, qa u kon nuk e di. Por që nuk kom pas asnjë kohë që kom vujt për shëndetin mendor, sepse po thom prap, jam kujdes shumë për veten. Gjatë këtë këtij rrugtimi nuk e kom harru veten, edhe nuk e kom pagu çmimin e famës ose të punës me gjithçka. Apo nuk e kom sakrifiku veten deri në qatë pikë që une me thonë mos më mlun vetja rahat. Edhe unë menoj që vetja kur nuk len rahat ti përjeton shumë sane. Mendimet e shumë të mandej, ty të shtin me shku dejtë ankthi, dejtë depresioni. Sot, unë për veti shumë pak kom shoqni, shumë pak mirëna me lofe, shumë pak mirëna me rrethin që ka thot, sepse bile ka pas shumë shoqni që edhe i kom hek prej rrethit tem, se kom pa që influenca është shumë e keqe, deshte ti një kafe me pi me dikën, ta jep një energji të keqe të panevojshme, i thash e buni se buni, për ty do këtë pak. Ty të thu, hajtë se pe pi një kafe, po seriozisht është një influencë shumë e keqe. E mendoj që njerëz tanë, ose shqiptarë në përgjithësi, ndoshta është hala temë e re që kjo të punuarit me veten, me lexu libra psikologjike, me lexu libra që të shtin muni mirë, me shku te psikologu, sepse ta jap një kënd vështrim tjetër, sikurse libri, po ashtu edhe psikologu. Me familje nuk flasin njerëzit sot, nuk flasin qatë shumë, nuk janë të afërt, edhe që ajo lun shumë rol. Ta hek ty energjinë e keqe nëse ti shkon me pa prindin tën, nëse ti shkon me pa nipin tën, familjen, motrën, vllaun, krejt. Edhe këto kanë shumë rëndësi që njerëzit nuk janë të kuptu, sepse po vrapojnë mbas qasaj, mbas çka i të vrapu. Mas ma shumë pare, edhe tani mas një suksesit tepër të madh që te peharrën shëndetin mendor. Edhe mendoj që këto pjesë thjesht dush me unal, unë po them dush me unal pak, edhe me pa veten me një kënd vështrim tjetër, edhe me pa me thonë, ok, pret veç pak, çka është më rëndësi në këtë jetë? Nëse ti nuk e ki shëndetin, vrapo mas anej mas kujt do ty s'ka me të kthy ajo kur bre, adhin
qëto sene ja kanë hupë rëndësinë gjithë shkafit, po menoj, edhe njerëzit po harrojnë, apet e harrojnë edhe luftën, po pe harrojnë edhe pandemin që ndodhi, që e pam që edhe ai që ka shumë pare, edhe ai që s'ka pare, kemi qenë të barabartë. Krejt kemi qenë në një vijë. E kam pësu të gjithë njëjtë, që e japin një mesazh shumë të mirë, që na duhet me unal pak edhe me pa veten pasqyre. E po harrojmë shumë shpejt, e nuk e di pse po harrojmë kaq shpejt, sepse funja funit jemi njerëz, kur gjo ma shumë as ma pak, fuqin e ki ti. Ti dush me mbrojt veten, ti dush me kujdes për veten, edhe veç meno pak, le të vazhdon, mos u merr me sa në palidhe, flej mirë, shkon në fitness, hek energjinë e keqe, mos u merr me gjanat kota. Unë e kuptoj që jena në një krizë, seriozisht e kuptoj edhe arsyetoj negativitetin që vjen për njerëzve 100%, sepse jemi në një krizë ekonomike, shëndetësore, mentale, tona, se këto vinë, këtë janë zinxhir. Edhe unë e kuptoj ku vjen kjo, po thjesht të pakten me u mundu me hek këto gjana që nga t'japin negativitet. Se janë shumë gjana të vogla, po kanë një rol shumë të madh. Është shumë e vërtet. Po ndajmë Joana pak të familja. Një pyetje shumë e rëndësishme e jotja, një qyshet seke që... Qyshet u këshyr që atë veç po pras qa ki me qitë. Ta zhvillojnë dalje të rregove se të kam përkura prej fëmirisë. Po flasin pak për prindrit, pak për mamin. Cilat janë, është një lidhje jashtëzakonisht hyjnore, lidhja e prindit me fëmijën. Cilat janë ato këshilla që i mban babit që gjithmonë mendet të mamit? E që gjithmonë para çdo veprimi tonë, para çdo sfide të madhe që jetu e te kalu dalin përpara. Është interesant, prind diqysh në momente ma të vështira të mundshme, une zakonisht i thiri ata dhe m'japin zemër. E kum pas një moment në jetën tem që nështë ta ka qenë jetë apo vdekje, edhe kur babi dhe mami të thojnë mos tani se ti e qika jonë ty, doket që kur gjuhë nuk ka me të nalë. Edhe doket që kitë bota është e jotja, edhe ti për një me që atëherë merë fuqinë më të madhe, edhe për qëta ka shumë rëndësi kur familja të përkra. Unë e thash ma herët që babi na ka full, derisa i na rrit deri në 18 vjetë nështë, na ka full për çdo natë para se me flajt. Mami gjithmonë është qu e para, edhe gjithmonë është kujdes për neve që na me dalë, të paktën mos me dalë pa bukë. Diçka, kemi dalë për shtëpisë të veshun, të ndrequn, që kërkush s'ka mujt me ditë, që këta nuk i pas kanë kushte qashtë mira. Edhe mami jam ka qenë gjithmonë një gru shumë e fortë, edhe gjithmonë mami të ka mësu matematikë, për shembull, se u kon asaj personi që ka ditë me bu biznes, u kon që ka ditë, u kon e gjendshme gjithmonë. Edhe mami është një gru shumë e fortë që unë jam pak si mami, e kena pak kryte një që thojnë, edhe mami gjithmonë ta kthen vetë besimin. Edhe në thotë, mos tani që ka jame, ti i din vlerat e tua, ti mund është me ja dalë, edhe në momente kur jena nështë keq me veten, të thotë, këqyre muj veten, edhe të shtin me pa veten në një pik pa me tjetër, edhe është inspirim për mu, edhe herojnë të mi e mami dhe babi. A është vlen edhe për ty thënia që prindërve nuk munde me kur me ju dalë fakësh? Kur. Never. Edhe për ata gjithkoj. Po se jemi ne jemi pjesë e një gjenerate ku për një me nuk di nësë është sakrifiku ma shumë për fëmijë se sa ata që kanë bërë për neve. Ndoshta kjo është ose edhe për të flasim për ta na e shohim shumë të përshajnë këtë pjesë. Se ka qenë një kohë që ka qenë shumë e vështirë. Unë i thom mamit e babit nëse kur t'i bëj fëmijët e mi, kisha pas qef qatë edukat që na kanë jep neve, gjysëm jo jep atënve, dhe me ditë. Me qatë mënyrën që kanë ditë. Thom, inshallah mu i mja u këthyra, po e di që jam shumë bërgj, halo. Edhe punoj për ta. Po, si o këthejmë kur. Shumë e vërtet.
mundohemi me atë sa kemi mundësit pak të mos me ullë kur kokën për ata që jemi ne, po që për një me prindve nuk mundemi Ata me udalë kur... jam shumë krenare që i kam mamin e babin, qashtu që janë babi është në momenti që e përfundon muhabetin me ty thot Zoti rujt, adhen edhe besimi ti në Zot është një pjesë që unë admiroj shumë. Edhe na kalon edhe neve, adhen thot unë kur të marr një vendim, thot unë du me ditë ajo mirë me Zotin. Edhe ti kur të njën babën tënë të full që ashtu, normal që nuk dën, normal që edhe ti funksionon që ashtu. Edhe kur je në hapat e tilla, ti s'ki ku me dojnë ndryshe. Sepse ta jap një edukim shumë të shnush. Sa do që është vështirë, se njerëz nuk janë të njëjtë, po unë jam shumë e lumtur që për një me nuk jena prish kur si njerëz. Edhe nuk e kum lënë kërkën me na ndiku në qatë pjesë të njerëzillokut. Edhe kam hala, edhe shqyqër më Zot që e kam edhe ma si kur s'ka mujt me mu hek edhe si në kohën kur nështë ta mundesh mu influencu shumë, tash mu ku me di që kam në qitë për para, unë jam një njeri që qëto sfid mu me kalu. Edhe papi thot gjithë edhe mami, kërë ki Zotin i ki krejt, është, këtë gjithë shka është okej, plani i Zotit është gjithmonë më i mirë se sa çdo gjë tjetër. Kjo është shumë e vërtet. Po pastaj po flasim pak edhe për motrat e tua. Ju keni një lidhje të jashtëzakonshme, të cilën e admiroj. Po. Besa edhe Orta. Do ndalem edhe të Orta, po më qëllë më ndalë tek Besa, edhe lidhja jote me fëmijët e saj. Po Besa, thash ma herë, na ka qenë standarde shumë të larta, se ka qenë një nxënëse e shkëlqyeshme. Këtë jetën e vet ka qenë një ndër nxënëse më të mira ndoshta në të gjitha shkollat që ka shku. Ka shku në Amerikë, ka studiu atje, ka magjistru. Edhe sa herë që u kthy, Besa na ka pru shumë dhurata. Edhe u kon, në fakt Besa ka qenë Santa, babadimri i parë që unë e kum pa, edhe se kum di që është Besa. Na ka shti me besu, mund të them në babadimër. Që Besa sot e asaj dite është personi që din me bu befasi, është personi që din me bli dhurata, është personi që i bën çdo fest më të bukur se tjetrën. E dekoron, e bën i jap shije gjithë shkafit. Edhe deri vona se kena kuptu që për një me babadimi është Besa, është ardhë thuti ka vjen për dikajt, edhe na ka pru diçka këtë vogël, po kena menu që për një me është babadimri. Edhe sot kur ja kujtoj adin ka njëherë, thot kus me besu, qysh e kum bo qatë punë adin, na ka marru prej paketave, na ka marru shtëpia të Barbive, na ka marru prej perdeve i nxerke do sa në interesant mi bu që na muni si princesha, unë edhe Orta, na ka mësu mas pari me kërcy, në fakt Besa, kemi këqyr shumë filma bashk, Besa ka qenë një person që u kone obsesionu me mas filmave. Ajo kur ka këshu një film, nëse ka qenë të dira, tu dasht me dal, o nal, që aty u fokusu dhe që aty ka nejnë kom. Dhe më thënë, desa i ka hup vedia, dhe në kështu like, me thonë, hey, wake up, edhe tani e kena marrë si shembull, edhe që Besa që i hup menja kur të këshyr filma. Mandej ka qenë, e maj men si një person që ka mësu shumë, edhe ka nejtë gjithë natën qut, të mësu shumë, edhe është që shumë herët me shku në shkollë, e majnë men që ka jap mësim në Cambridge për para gjuhën angleze që e ka jap ajo mas pari. Edhe e kena një raport, sot dhe asaj tash bile dhe kujna rrit, jena ofru kalama shumë. Sidomos me nipat, Besa i ka 2 fëmijë të mrekullueshëm, Arti edhe Noa. Arti është introvert ma shumë, Noa është ekstrovert, edhe është si dili. Është si s'po di të jap një farë energjie që ta shnosh këtë shpirtin. E njëkohësisht edhe Arti kur të përqaf dën me qitë në tokë, se u rritu, bu shumë i madh tash. E kam një raport shumë të shnosh edhe me ta, shumë të mirë. E kemi kuptuan se Noa e ka një surprizë për tezën e ti. Ka shkrujt një letër, jashtëzakonisht bukur. E veçanta e kësaj letre është... Ja, o zemrën. Ai nuk ka... Këtu s'ka ndërhy askush tjetër.
është tamam mendimi ti, Ma mërmendja. dëshpëria sinqert e ti. Ma për mërmendja, se Noa tezën. nuk e lën, kërkon me ndërhy, thot, lem mu njëherë, tani mundesh me më tregu. Është shumë, e sfidon vetën shumë, sa mirë ka shkru. Dashura tezja ime Ana. Ti je pjesa më e bukur e jetës time. Ti je tezja më cool që kam pa. Faleminderit për sanët fan që i bojmë bashkë, kur më merr me shëtit. Ti je tezja që na ndihmon. Dashuron edhe na kënaq. Të dua shumë sa krejt bota nga Noa për Anën. O, bre zemra jame, kjo është, se di, nuk kam fjalë me përshkru, kjo është ama Noa. Adin është, si, unë thash si diell, kjo është e vetmja fjalë që t'jep ngrohtësi, t'jep dashni, t'jep, është shumë inteligent emocionalisht, nëse e vren që ti si e mirë diçka, ky t'afrohet, adin ka qef me fol me ty, është si një shpirt i rritur në një trup të fëmis. Adin është shumë interesant puna ti, s'po du mira mësysh, po, se thonë e ka një pi do këtë maj mirë në botë, ama ky ta knaqë zemrën, si ky si arti, se s'po du me nda, se janë këtë botat ndryshme, po dy të kanë ata pjesën speciale të vetën, edhe janë si, nuk e di, me nëzispres mi po, me nëzispres me kalu ko me ta, e hupi shumë dit edhe veç ri me ta, den i marr i qes, dalim, rina, folim. Terapia më e bukur. O, zot, nuk e di, fëmijët Që janë. duket sikur po ta shnosh shpirtin ashtu, se na Po, kemi shumë. pa dashën tonë, ballafaqohemi për një me realisht me shumë sfida gjatë ditës, ama kur kalon kohë me një fëmijë unë shoh se fuqishme është ajo dashuria e pastër të tyre kur e merr, saqë duket sikur thjesht bota ndalen me një moment edhe. Unë gjithë ju thëm, merrni numrin ta me kanë aty, jam fletore, se nuk hala s'ka telefon. Arti, sidomos tash nëse diçka, ti e din që mundesh me më thirr. Edhe s'ka rëndësi kohën, veç thërëm se e di që shkollat janë bo shumë problematike sot, edhe po ndodh gjithçka. Edhe sa herë adin thom me besën a është mirë arti, adin a është mirë Noa, çush janë të shku në shkollë, se për një farë frike, sa herë të lën fëmin ti në shkollë me shku është një farë ndjenje që mos po ndodh diçka. Këta i kam bekim janë këta janë rrusha, dhe janë shumë të mirë. Po raportet me artën. Me Keni një artën lidhje jashtëzakonisht të afërt me njëra tjetrën. është e vërtet, na kanë rritë si binake gjithmonë. Neve na kanë rritë si, për një mes si binake me qenë, na kanë vesh njëjtë. Gjithmonë kanë mendu që na jena dy motra që i kena ditëlindjen e njëjtë, që jena në momentet saktë kena lind për një herë. Edhe na ka njek që kjo ton jetën, e kena një lidhje shumë të veçantë, çdo moment e kena kalu bashk, çdo sfidë, çdo moment lumtur. Tash po mungon Arta. Se tash Arta nuk jeton duket këto, a? Jo, është në Tiranë për moment, po vjen e shkon edhe nuk është diçka. Po më duket e keni një shkëpuqje kështu pak të vogël, Po. saqë po Arta ka një surprizë për ty. Edhe pse Pas këm shtime kajtë sot e nesër. jo rastësisht thash gjatë këtij emisioni do të presin surpriza shumë të bukura. Edhe më kënë zoni ko. Për motrën teme me cilën u rrita të e admiru. Si fëmijë ti kom admiru flokët e gjata, me dredha në fund. Ta kam admiru energjinë e gjallë që e ki pas. Sa mirë ke ditë me vallëzu e me bu krejt një dhomë me njerëz për vete. Kur ke shku në klasë të parë, e kujtoj që jam mërzit, se kom menu që s'kemi me lujtë më bashkë. Kur u rrite i qeli dyrt për vetën e vetme, sepse guximi s'të ka mungu kur, e për këto jam shumë krenare për ty. Ti ke hap dyrt e një shoqënie të tërë, për ty, për mu që erdha mbas teje e mandej për krejt familjen. Kanë kalu vite edhe tash të admiroj pa fond, se asnjëherë nuk ndalesh edhe asnjëherë nuk e lun rolin e viktimës. Pa marrë pavarësisht padrejtësive të njerëzve jo falenderues që i ke has gjatë udhëtimit tonë. Unë e kom pas fatin me qenë prezente në momente magjike, kur ti ke ndriçu skena me prezencën tonë e performancën tonë. Ta dish, sa do më desi që jeti, jenë ndër njerëzit dhe zërat më të bukur shqiptarisë. Ti je njeri me shumë vlera, një motor
që ka pikëdopt familjen, që donë me gjithë zemër. Një femër e pavarur, e vendosur për atë që ka donë, dhe që pavarësisht se e fort dukesh, prap ke një butësi femrore brenda vetës që të bën me rezatu dashni. Të kom thonë një herë se të admiroj edhe jo, nëse s'kishe qenë motra ime, njerëzit si ti jam bekim për çdo që të kam për rreth. Zotit ka përmbush me shumë dashuri sa të ka bo anën e sigurt me vete, anën e përmbushën, anën e dashtën, anën që ma plotson edhe mu ekzistencën pa cilin jetë as kish pas me kon ka që bukur sa është. Të paçan këtë jetë me gjitha të mirat nga arta motra jote. Paqa dhe unë gjithmonë. Një letër shumë e bukur motër, faleminderit. Arta gjithë e ka make sure, ose me thonë, ma ka bu me dije, gjithmonë këto fjallë që edhe i ka thonë. Arta është një njeri që të shtin me dasht veten. Është një person i mrekullueshëm që thot babi shpirt njeriu. Një njeri që gjithmonë kur je keq, Arta gjen një diçka pozitive. Edhe në një histori shumë të keqe, Arta gjen një diçka të mirë që thot, hajt për mëstanin, edhe ta jap një shtyme shumë të madhe. Edhe unë për Artën edhe kjo për mu. Edhe gjithmonë e kena plotsu një tjetrën. Po është një person i jashtëzakonshëm që kushdo që ka na fat me qenë afër saj, është i bekum, definitivisht, edhe unë jam blessed që kam një motër si Artën, edhe si Besën, edhe nuk pa i ndo, po me Artën e kena pas, ndoshta që kena pas ëndrat e njëjta, na kanë lidh me vazhdu gjithmonë bashk, që e kena pas shumë vështirë me u ndo. Për shembull, kur unë kam qenë Big Brother, mandej kur Arta ka qenë Big Brother, për mu kohën shumë vështirë ish me pas dikën qatë, se Artën e kom ofru gjithmonë për vetës. Edhe tu i thonë motra anës, nuk është edhe diçka e mirë, adin, se sado që na jena motra, po du të me pas, Arta ka personalitetin e vetë, adin, Arta është Arta. Edhe ana është ana. Na sado që jemi të njëjta, jena edhe shumë ndryshe për njëra tjetrës, në aspektet mira të fjalës, edhe unë kom insistu vetë me hi Arta në Big Brother që me pas personalitetin e vetë edhe njerëzit me njoft si Arta, jo si motra anës. Edhe ka qenë një ndër vendimet më të mira ndoshta që e kom shty Artën me bo, se e ka pa dhe vetë që është e fort vetë. Se Arta është shumë njëri i fort. Bile është ma e fort se une, edhe edhe pse une dokna shumë ma tough, ma e fort, po prap se prap jom shumë e ndishme, edhe Arta është një njeri që punon shumë logjik. Edhe e ka nalet pak, nuk është sikur une që une veproj në emocion. Arta e ka e nal pak veten. Menaxhuese më e mirë. Po, shumë menaxhuese më e mirë. Ndoshta ka njëherë e lëndon shumë veten, këtë menaxhimin që e bën, duron shumë, që unë i thom pse po duron çka shumë adin. Po e ka një mënyrë të funksionimit vetë që unë thash, të shtin me dasht veten. Arta më ka njoftu me manifestim, për shembull, edhe qysh është me manifestu jetën që ti ki qef, qysh është me bu afirmime, qysh është me lexu ndoshta do libra që unë nuk kom pas interes në drejtim, po e kena plotsu njëra tjetrën. Në çdo aspekt mundshëm, na e kena plotsu njëra tjetrën që normal kur na bjen pak me u ndo, është një farë ndjenje jo e mirë, edhe se mësohesh me qatë njëri ton kohën. Po, mirë. Këto emocione kaq të bukura, këto letra do të mbeten me ty. Dy letra nga dy persona kaq dashur të jetës tona. Unë falenderoj shumë Artën, e cila Kur pas ke gjetë se ishte puna jonë. Edhe ishte unë i dashuroj këto lidhjet mes motrave. Me janë lidhjet më të bukura, më të sinqerta dhe jo ata persona që kanë motër. Edhe ndim se vajza që s'kanë motra, sepse nuk e përjetojnë atë dashurinë, se nga njëherë edhe hallet e botës me i pas, kur ullesh edhe e pe një kafe me ta, ndoshta edhe hiç pa fol, doket sikur po të shëron. Na kemi pas një qasje nga njerë për njerëzve që ju dy motra sa mirë po shkoni me një tjetrën. Adin, edhe mu më ka ardhur çudi, pse më thonë dikush ashtu, sepse
ndoshta edhe mënyra që na rrit te na nuk ka shans mos më shku mirë në mesvete. Për mu nuk ka një arsyetim pse mu është ti mos më shku mirë me motrën tonë ose me vllahun tonë. Edhe ajo për mu ka qenë shumë absurde, edhe në thosha për motër kam, normal që unë shkoj mirë, edhe du mas shumë t'im but, like, nuk është diçka që du të me u çudit njeri. Edhe uroj që secili me pas qatë dashnit motrës, dashnin e vllaut, dashnin e familjes, edhe nëse për një me ka shumë rol qysh rritësh edhe qysh vazhdon në çfarë njeriu krijuesh, ka shumë rëndësi që ajo familje që të ka rrit. Edhe uroj që ta kenë dashnin e familjes për krejt njerëzit. Majto më zakonisht shumë ana me ty. Po ndalemi tash tek një pjesë tjetër. Po flasim pak për rutinën tash me tonë, sepse po shohim që ke bë goxha ndryshime të mëdha je. Po tash si është rutina jote, si e kalon ana një ditë, si kujdeset për veten që nga mëngjesi deri në mbrëmje kështu. Në fakt unë nuk kam ndonjë farë special treatment, a dhe ndonjë tretman special se këtë njerëz mendojnë që maj dieta që i hi këty në rrugëve, a dhe unë mundona me flajt mirë, mundona mu qu pak ma herët, jo me flajt gjithë ditën, të paktën 9-10 më konë e ngritun për krevetit. Mëngjesin e kam, mëngjesi është, le të themi, si me haja më e rëndësishme e ditës. Edhe mundona që ata me pas të mirë, po jo diçka ekstra, se mëngjes është ai, edhe e ha në mënyrën më të thjeshtë mundshme, vezzi me peanut butter, jelly, çështë gjana, edhe nuk është që e egzagjeroj. Mandej mundona me shku në fitness, çdo vitin e kaluar për shembull s'kam qenë shumë e pranishme në fitness, e kam lënë veten shumë as dorës, s'kam pas vullnet, jem kohë me një farë izolimit temin, edhe si vjet kum thonë nuk du me lënë veten për kur gjo mas dorës, nuk ja vlen. Shkojnë fitness, kam xhirimet për shembull podcastit që edhe ato e kam fillu një rrugtim të ri për mu, edhe që është të hes shumë mirë, edhe po më plotson tepër. Domethënë po ndina shumë mirë të realizuat podcast. Mandej në mbrëmje mundona zakonisht ose i thirri nipat, e shkoj i shoh pak, ose jam në studio, se edhe atë pjesë kam fillu me punu në studio ma shumë tash, edhe me prodhu gjana vetëm për Spotify, për YouTube, online. Edhe në mbrëmje këtë vonë jam në shtëpi, më të kallëzu drejt, jam të kqyr Netflix, edhe gjejna serial shumë të mirë, e pi një çaj, edhe munduna me flajt në 12 bile mas larti. A janë prezentuana të këto kujdese lëkurës e këto të tjera? Po, janë prezente. Mundona me qenë mirë, kjo tretmanet koreane më pëlqejnë, për shembull i kanë shumë kremat e mira, i kanë shumë procedurat e mira, edhe mendoj që e kanë një farë teksture që çdo njeri e ka lakmi, këta koreanët, ose japonezët, ose këtë raca aziatike, le të themi. Produktet koreane më pëlqejnë shumë, edhe i përdori. S'po di ndoshta nuk guxojnë me përmend. Arsyeja pse po të pyes është unë gjithmonë e kam pas shumë problem me çështjet lëkurës, me këtë kujdesin intensiv që kanë bë vajzat në fytyrën e tyre, edhe gjithmonë thosha ose e kam lakmi sonë gjithmonë kam pritur besa pak me u merr me atë pjesë, gjithmonë kam gjetë diçka që është shumë e thjeshtë, shumë lehtë aplikueshme në fytyrë dhe që nuk merr më shumë kohë dhe energji. Madje as më pak se ne jemi në media dhe ne dalim edhe në televizion dhe neve gjithmonë na duan disa gjëra edhe të lodhët fytyra prej make-upit. Edhe po më duket që kam gjetë çelësin e suksesit në këtë periudhë, edhe është ky produkti Imagine. Është i jashtëzakonisht i bukur. Domethënë ka fillu me bë mrekulli dhe madje po shoh se po du me e cek për njerëzit se kanë edhe shumë mesazhe në rrjetet e mia që tash më pyesin njerëz se çka po përdor për lëkurë, unë zakonisht kështu dal në mënyrë në televizion gjyem vet. Po mirë. Edhe po duket bukur, po dukesh domethënë merite jam janë çon po dy muli bukur se diçka po thjesht është aplikim i vetëm një produkti. Qoftë për lëkurë të ndryshme, qoftë për lëkura të cilat kanë probleme me lëkurë të thatë. Kështu është një prej definitivisht produktin më i mirë se e kam. Kom dëgju pak për këto, në fakt përmes asaj shoqes të Big Brother që e kam pas, Big Brother Alisa, edhe ajo ma ka prezantu një herë, po
që përshëndes Alisën, ama nuk e di çka s'kemi bisedu mu, nuk është që e kom përdor, me thonë drejt, po kom dëgju fjalë të mira. Reviews më duket që i ka pas shumë të mira. Magji për neve që dalim sidomos në ekran, po dhe për personat e tjerë që do me pas një lëkurë të bukur, të pastërt. Unë kam një vend Po që më duket se kom rënë produkte. unë kam një vend që kom rënë produkte me të kallzu drejt, edhe këto sigurt janë të mira s'po dyshoj, po qa është e rëndësishme është me gjetë mënyrën se si funksionon lëkura jote, ose çka është e mirë për lëkurën tënde, se jo të gjithë i kemi lëkurën e njëjtë. Edhe tekstura e lëkurës që njerëz duhet me luftu është me pas të shëndetshme. Edhe mandej çdo gjë rrin më bukur, edhe make-upi rrin më bukur kur e ki të shëndetshëm lëkurën. Se ka njëherë po munduam këtë ndoshta e kanë fytyrën me akne, e në fakt me mlu me sherk të vit që e prish. Kështu që është mirë, është e rëndësishme me gjetë problemin ku e ki, se ndoshta mundesh me pas problem të brendshëm, edhe të ekspozohet në fytyrë, edhe këto gjëra mendoj që njerëz nuk janë shumë të informuar. Unë në fakt e kam gjetë shumë mirë, se s'po guxoj ndoshta me përmend se i bjen se me bo reklam, po e kam gjetë në Tiranë. Tek këto, a muj me përmend? Tek Allure Beauty. Ato kanë tretmane koreane, edhe produktet i kanë koreane, edhe mënyra që ta trajtojnë lëkurën. Për një me nuk e kam pas ndonjëherë më të shëndetshme lëkurën. Edhe sepse ajo Aida që është aty, mënyra që shfol për lëkurën tënde, e shpjegon në mënyrë më të bukur, edhe të analizon në çdo detaj, edhe ta gjen ty çka u ka të mungon. Kështu që mendoj që njëri duhet me gjetë mungesën te lëkura jote për me ditë me çka me plotsu. Edhe mendoj që çaj është çelësi që duhet me pas secila femën edhe secili mashkull, edhe ata që kujdesen për vërtet se ma herët që e pata buni gabim është pa marrë informacionet e duhura, kam shpenzu tepër shumë, edhe është ndoshta edhe një prej gabimeve që e bojnë edhe vajzat. Kam shpenzu në produkte ndoshta që kam pas kosto shumë të lartë, por që nuk kam pas asnjë lloj efekti tek lëkura jame. Madje tash për atë arsye tash që kam vrarë një produkt, që është kostoja është jashtëzakonisht e lirë, është shumë i lehtë i aplikueshëm, edhe për një periudhë shumë të shkurtë e ka ndryshuar kit komplek llojin e lëkurës cilën unë e kam. Kështu që për atë arsye është shumë e rëndësishme me ditë se për një me çka i përshtatet. Nuk ka hiç rëndësi se kanë njerë mendojnë që do produkte pse janë shtrejta, mund të pas efekt shumë të mirë. Nuk është çaj çelësi. Ama që po, ndoshta për fytyrë tona nuk janë të mira, edhe dush me gjetë ku e ki problemin. Në momentin që ti e gjen ku e ki problemin, e din sakt çka me përdor, edhe ki rezultat. Përndryshe ti blej këtë sanat e mundshme kurse din ku e ki problemin, atëherë s'ki rezultat. Nuk ka efekt. Po dalim tek pjesa e fundit, tek Big Brother. Me të pasë mos me diskutu për këtë pikë. Jo, s'ka shans, po të njëke këtë jetën Big Brother. Si po i shef këtë Big, këti sezone të Kosovës, të dalë? Kisha pas qef me u kthy Ylka si producente. Që ka qenë atëherë, me u kthy tash. Nëse dojmë me pas diçka të mirëfillt, diçka pozitive, diçka jo që ka ashiqare mu vret gjithçka, që është skenar, që mos po dija sa kanë ndaj skenar tjetër qa me shit, jo këtë negativitet, sepse është e panevojshme, mundesh me nxjerr më të mirën për një personi, s'ke nevojë me nxjerr më të keqen. Unë e kuptoj që skandalet shesin, po jo gjithmonë. Edhe kur të bosh i tepër tani diku lodhen njerëz të këqyrë se e marrin non-stop energji negative, edhe ti nuk dënë kërkush me pa non-stop energji negative. Kështu që mendoj që ka kandidat ndoshta që mundesh me nxjerr diçka më të mirë për mbrana, edhe unë vetëm uroj që Ylka më u kthy si producente. Ke ndonjë personazh aktualisht që po të pëlqen pak më shumë në këtë Big? Në fillim e kam përcjell pak, kohëve të fundit s'jam të përcjell hiç, po Londrimin po, është një ndër persona që mendoj që e ka logjikën më të mirën atë që i funksionon mas mirëti, edhe që i shes anët tamam çush janë, edhe mendoj që një person sikur ai, po të ishte në një vend tjetër, sigurt kishte lulëzu më shumë, se nuk janë të e luan djalin me dalë në pa, po shpresoj që fiton ai. Më duket është i vetmi i cili po mundohet me arrit diçka duke bërë gjëra pozitive. Për dallim prej këtyre tjerëve që gjatë kohës mundohem me bë zhurmë, skandale, madje po e shoh se po dalin prej vetës, vetëm për me qenë prezant aty. Po, edhe mënyra ti, bravo i koft, edhe që o ka mundet me vazhdu që është dhe s'o ka ndikohet. Goxha fort duhet. Po valla, tregon shumë për ta që është një karakter shumë i fortë, kështu që uroj taj ta fitoj. Personi tjetër, i cili
mendon që S'kam ndaj person tjetër, me thonë drejtën. që s'duhet me qenë ato? Pendroj pyetjen. Që s'duhet? Që s'duhet me qenë heq ato. Ndoshta ka shumë dikush. Shumë ka. Sepse nëse, sipas opinionit tim, ndoshta ka 90% janë as nuk janë personazhe VIP. A bën mos me thonë që to, se s'po du hiq as me jep rëndësi që ti emni, me të kallëzu drejt. Kështu që, Ke të drejtën. thank you, s'po du me përmen hiq, se qatë që jenë negativa, Jo, këto emocione kaq të bukura që kemi përjetuar Po. sot, as nuk po du me i prish me ndonjë ndikim të tillë. Kështu që po kalojmë pra një pyetje tjetër. kalojmë të pyetje tjetër. Tek pjesa po e shohim edhe influencerët e TikTokut, të cilat sot po marrin shumë vëmendje, edhe po bëjnë shumë zhurmë, edhe njerëzit munden me u ndiku prej opinioneve të tyre. Si po e shef këtë pjesë? Është diçka e pashmangshme sot. Jemi në një kohë të internetit, jemi në një kohë të AI, jemi në një kohë që është të funksionu që ky sistem, edhe nuk mendoj që mundet me kontrollu dikush. Çka mundet me bu është me marrë informatat e duhuna prej, nëse dikush është të reklamu diçka, mos u influenco direkt veç prej atij personi, po sot ki mënyrë për me marrë informat në mënyra të ndryshme. Edhe merrni do informata tjetër ka në diçka që është 100% reale, edhe mos u bazo vetëm me një vend. Sidomos kur bëhet fjalë për produkte të rëndësishme të shëndetësore. Se po shoh plot njerëz që thonë kjo të lig, kjo të trosh, kjo të jep këto, të jep ato. Edhe është okej, aden se secili o ka dënë me mbjetu sot, edhe o ka dënë me nxirr një rrugë prej diçkafit. Unë e kuptoj këtë punë, aden e kuptoj pse ndodhin këto gjëra, por të paktën kur bëhet fjala për diçka të rëndësishme, aman keni kujdes, aden merrni pak më shumë përgjegjësi kur të reklamoni që ato, tregoni edhe gjërat negative sepse mundet dikush m'ja pa shirin shumë, edhe me shëndet nuk ka hajgore. Kështu që ata njerëz të cilët po reklamojnë, ndoshta nuk e thojnë, të paktën këta të tjerë që po e shikojnë, mundoni mi marrë informata edhe për pjesë tjera që ndoshta janë ma legit, ma të vërteta. E ke ndonjë influencer kështu ma favorite se për cilë? Ose se të pëlqen në mënyrë ndryshme? Me të kallëzu drejt. M'duket nice kjo me flok dridha një që i ka sytë e kaltër, Sparta. Okay. Sparta m'duket nice, e ka një farë vibe cool. Nuk është që e kum përcjell shumë, me të kallëzu drejt, po e di që m'del. Shpesh edhe kum pas rastin me taku në një promovim që kemi qenë bashkë. Edhe m'pëlqej vibe i saj. Po videot nuk është që ja kum pa shumë, tash nuk e di sakt çka reklamon, po e kum pa që ka një influencë të madhe, edhe mendoj që ajo si person ndoshta e merr përgjegjësinë e influencimit me përgjegjësi, aden. Kështu që po them që ajo më duket nice, po ka edhe plot influencers tjerë që janë të mirë. Po tash që edhe s'më kujton emra se mbushëm, po që ka nice. Ka qikat janë shumë cute, që lezishme. Mirë, Ana, një mesazh motivues për gjithë shqiptarët. Për gjithë shqiptarët, unë them mos të harrojmë kush jemi, mos të harrojmë historinë, mos të harrojmë çfarë sfida kena kalu, mos të harrojmë luftën, mos të harrojmë për çka jena tu jetu, sepse kur e harron një të kalumen tonë, seriozisht nuk e din mu për çka je tu luftu, edhe për çka je tu ëndru, për çka pe vazhdon jetën tonë. Kështu që për çika e kam një mesazh ndoshta që me rujt veten më shumë. Amën rujeni se nuk ka shumë njerëz të mirë në këtë botë. Po njëjtë edhe për djemt vlen, po na qikat jena pak ma që mundem mu keq përdor ma letë se sa moshkujt, tash munden me thonë, po na bët diferencë, po që le të kujdesem ma shumë për veten. Nuk është gjithçka mu duk seksi, nuk është gjithçka që aty e momentit, adin me ndo pak ma largë se ja vlen. E me pas një vizion, ta kish një vizion jetë, ja vlen. E për shqiptarët, dune ma shumë një tjetrin, aman e di që është krizë, e di që është momentet vështira jena të përjetu qëtash, po
me dashni luftuan kicanet. Kështu që Unë mendoj që në kriza më të madhe në kohën e luftës kemi qenë gjithë bashkë, kështu që edhe këto i te kalojmë. është e vërtet, bashkërisht. po që kjo është ajo që po them, po harrojmë. E pi harrojmë çdo gjëna. Na e kena luftu sanet më të vështira, po kemi qenë bashkë. E sot nuk jena bashkë. Sot jena të ndomë dhe jo vetëm si familjar, po edhe me politikë, edhe me qëndrimet tona, adin nuk është bërë gjithçka politika, adin nuk janë shumë gjana që e te kalojnë politikën, adin hajde po bëhemi bashkë për gjana të rëndësishme që i takojnë popullit tonë, sepse mundem, mos të harrojmë për çka kena luftu. Që kjo është mesazhi jam për shqiptarët tonë. Një mesazh zakonisht i bukur. Shumë faleminderit që ishe sonte me ne për gjitha këto emocione dhe histori që i shpalose dhe të vlerësoj shumë për guximin, besimin dhe për çdo komplet anën që je. Mendoj që je një person shumë motivues për gjitha vajzat e reja, sepse duhet të goxha guxim me i shpalos disa detaje të jetës vetëm për mi frymëzuar të tjerët. Falni se jena emocionuar. Faleminderit shumë. Për mua ishte kënaqësi, unë ka një kohë shumë gjatë që s'kom qenë në intervista, edhe sidomos për këtë pjesë nuk e dija kom folë ndonjëherë. Po shpresoj që dikujt ndoshta i kom ndihmu diçka me këtë historinë tame, po secili ka historinë e vet. Thjesht mos u dorëzoni se Zoti gjithmonë ka një derë, ta mshel një, ta qel tjetrën, edhe është okay. Shumë vërtet. Kënaqësi. Faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, ne kaq kishim për sonte, shihemi javën tjetër me të tjera histori kaq frymëzuese. Natën e mirë, mirëmbëjtje.